Po tash, është e vërtet që ai elaborati i padia, trajtohet nga ona e gjykatës dhe që e shqyrton fakt për fakt duke e bazuar se cilën prej tyre në prova. Mirë po do thotë në rastet e padive slep të thjeshtësisht dhe lehtësisht mund ta vëresh se nuk është qëllim vendosja e drejtësisë. Do thotë e para, e përmendë edhe Ardiana më herët kryesisht, ka fakte shumë të pabazuara, ka çështje fjalë të nxjerra nga konteksti, e ka thënë këtë, dhe më pastaj të merr një farë lloj energjie që ti thjesht do të me elaboru përsëri emisionin tënd se çfarë ke thënë, për shkak se ka mundësi që dikush në KPM, KMSHK, në gjykatë e tjerë, jo ka mundësi, po normalisht nuk është e pritur që ai ta di rastin se si ka qenë në atë mënyrë që ti ta tregosh se cili ka qenë ajo çfarë ti saktësisht e ke thonë, e para. E dyta, për ta ditur, do të thotë se nuk e ka qëllim drejtësinë, për shkak se padia slep në asnjë rrethon nuk do të me u pa si padi që e imunizon gazetarin nga shpifjet. Mirë, po do të me u pa si një abuzim që abuzuesit e përdorin kundër gazetarëve. Dhe tash, në rastet e padive slep, do thot, pretendime, do thot, materia e tyre është definitivisht shumë e zbrazët, e pa provuar, e pa faktuar, e para. E dyta, kërkesat zakonisht janë kërkesa megalomane, që kanë për qëllim friksimin. Do të thuhet që për këtë fjalë që ti e ke përdorur, ne kërkojmë 30.000 euro, 50.000 euro, 500.000 euro, etj. A më është më kallëzu për shembull në rast konkret, një që më kujtohet se fundi, në muajt e fundit është një deputete që e ka bërë një padi. Po tash që po i përmendi dy raste, kjo deputetja që është, do thëtë e ndërlidh sepse thëtë tash monitoruesi jonë e përmend thëtë ka posur tash në ekran, siç po e shohim do thëtë prapavin, është statusi i një deputetjes, Fitora Pacollit. Dhe a i thot tash se duke i përmendur të thot raste tash, se çfarë është, për cilat raste a i ka raportu si monitorus, a i thot kam raportuar për raste të ndryshme dhe kjo thot dora e vendosur atje, nën kupton thot se është edhe rasti jem. Do thot gestikulacionet e ti, thot e ka ndërguat mesazhe tjerë gjua e trupit, e ka dërguat mesazhe dhe kuptohet që në rastin konkret nuk është qëllim drejtësia, thjesht është qëllim që me i friksu monitorus, me i friksu gazetarët që më emrin te mos e përdorni kur. Dhe edhe nëse nuk e frikson, edhe e lodh. E krijon opinionin publik. Po plus e krijon opinionin publik, për shkak se tenton në një farfonu thot po ata i kum padit me ta merret gjykata, mirë po edhe i lodh. Për çfarë arsye i lodh? Sepse në momentin kur vjen një padi slep, ti domosdoshmërisht do të më bëni përgjigje në padi. Jo gjithë secili prej tyre është jurist. Dhe tash ka mundësi që të shkon te një avokat do të më pagu tarifat e avokatëve. Tash do të më shku në gjykatë. Është ajo do thotë është edhe borë financiare në raport me gazetarët. Rast tjetër për shembull ilustrativ që kemi një rast pak a shumë kështu që një person do thotë është i dënuar me aktgjykim të formës prerë për mashtrim që i ka mashtru disa persona për shitblerjen e pronave. Dhe ne në emision kemi thonë se personin në fjalë i ka mashtru 3 persona dhe tash këta persona, nuk po di 3 apo sa janë, këta persona po luftojnë se e kujt është prona. Dhe tash personin e fjalë, kjo që thot se për të cilin gjykata ka konstatuar me aktgjykim të formës prerë se ka mashtru, ky ngrit tash një padi dhe thot padi slep kërkon kompenzim heqjen e gjitha materialeve tjerë, sepse thot është padi, thot është shpifje, për shkak se unë nuk jam mashtrues, provë për këtë është deklarata ime. Dhe tash çfarë ti bësh ti rasti? Do të më ju përgjigj. Dhe tash janë tash një grumbull personave tjerë që bëjnë padi do thot ndaj secilës fjalë që dikush e thot, me qëllimin që me dekuraju që dikur me thonë, ndoshta mos u merr me to se po na del punë. Mirë, po thjesht
gazetarët nuk do të me undal prej kësaj, sistemi do të me vazhdu me avansu dhe si do të me i trajtu sistemi këto çështje, ndoshta flasim në pjesën tjetër të emisionit. Po du me përmend edhe e kemi pas në një rast në një ish deputet në padit për një çështje, edhe besëm që kur ka ardhur Padia në punë, ka qenë 350 faqe. Edhe thash që u bu, kur e qela, ka qenë komentet njerëzve në Facebook, njerëz cilët e kanë bushirë videon. Dhe më thonë, e ka barën e përgjithësisë krejt të emisioni, sepse njerëz kanë folë për mu qështu, ata kanë folë, kanë të regu, po se kjo e ka vjedhe dhe filën sana, kjo e ka marrë dhe filën toke, dhe për mu ka qenë e çuditshme, sepse për një me mu ka dosh shumë ku me lexu, mi ardë deri në fund, për me pa që për mbajtja asaj Padije, thjesht nuk ka qenë kur gjë, thjesht ka mbledh statusa në Facebook, gjithë shka tjetër, vetëm e vetëm, që me kriju panikën dhe frikën të na që na mësë më raportu të njësret. Normalisht e ka qenë desinune me hudhë poshtë, kështu që jemi okej. Qëllimi i Padive slep po e dim, pra që është thjesht me shu këtë zo kritik dhe krejt kjo, përveç në këto raste individuale, ndikon shumë edhe në hapësirën në përgjithësi publike dhe debati publik nis me hesht, nuk është ashtu siç duhet në rastet kur ka sa më shumë padi të kësaj natyre. A ndikon kjo te gazetarët, jo personalisht, po në përgjithësi, që me anis përveç se me u friksu edhe me i zgjedh temat se për çka me raportu, qysh me ulëmtu? Normal që ndikon. Unë po të them që unë punoj me një grup gazetarë të cilët janë 3, pavarësisht që tash kanë fillu me e kuptu që edhe Padia, edhe ankesa kur na vjen prej Komisionit Pavarë të Mediave është thjesht një punë e cila është shtesë për neve, por nuk do me thonë që është humbje e jona. Edhe unë kom pa tendenca të njerëzve të cilat nuk kanë dashur më marrë me filën e institucionin, tu e ditë për faktin që ata merren me njëherë me reagimin. Por që është shumë interesant. Komisioni Pavarur i Mediave, unë nga njëherë bëjsi me shaka, mas çdo emisionit, do më thonë ty të vjen një ankesë. Edhe ti kur merr dhe analizon ankesën, cilat ka, normalisht që KPM-ja ka obligative me ta dërgu ty ankesën, por kur e shet ti që palë të saktune, qoftë edhe biznese, sepse është edhe një problem mes bizneseve të cilët mashtrojnë, si në rastin konkret. Ne kemi pasur disa emisione me disa biznese të cilët kanë mashtru në vazhdimsi njerëz, edhe ata kanë bu padi në KPM. Do të thonë ka një herë nisi dhe mendoj, po kush po i tregon këtyne që ekziston KPM-ja dhe çysh po mdin me shku deri te KPM-ja. Ta krijon atë përshtypje sikur dikush po ulet po e këshyr emisionin edhe thjesht po i bën gati. Ose ka dhe një disbalans ekonomik për shkak se ata kanë pore me shpenzu në avokat. E vërtet, ka pore edhe të hartojnë ankesën. Thjesht e pyet një avokatët, e pyet dikë dhe qysh me nolë që ta. Në rastet konkrete që kemi pas një 5 raste, që kushtë emisioni, ka themelojnë një ankes, dërgojnë KPM, vjen ankesat e na japim përgjigjet, e faktojmë me detaje, minuta kaq, kështu, është mas një bara përgjithësi që e mon personi i cili flet, ata ta hudhin edhe barën e përgjithësis tek personit, plus një çështje tjetër që është tek bizneset dhe tek ekonomia që e konsiderojnë, sidomos me këta me ndërtime, që e konsiderojnë që ky nuk është interes publik. Si pas tyne, për faktin që na nuk kemi politikan, s'ka pse më konë interes publik, ani që i kanë mashtru, ka 10 vet, 20 vet. Unë e di që jo, por më thonë, është një ndër arsyet që ata e shkrujnë në ankesën e tyre dhe normalisht që KPM-ja edhe tu qenë në mungesë të njerëzve dhe të bordit. Është fakti mirë, në falë që më ndërprej, është fakti mirë që gjyqtari me përmend Gjej Dënjen. Po, mu më pëlqej që e përmendje dhe çështjet ekonomike. Gjej Dënjeja nuk e përmend person zyrtar, e përmend person publik. Eksakt, dhe ne e shfrytëzojmë. Që i bjen ju çështje, do të thotë edhe nëse flasim për person, ti je për shembull person publik. E vërtet. Edhe pse si person zyrtar. E baj barën e përgjithësisë për çdo gjë se thot. Absolut po dhe konsiderosh se hen ata filtrat e personit publik. Do thotë e kalon këtë kriter edhe pse nuk je person zyrtar. Një çështje tjetër që është shumë e rëndësishme është fakti që palë fillojnë mos më u përgjigj. Ti domethënë ju shkruan email, ju shkon para zyres, i merë dyqysh për mes telefonit, edhe ata nuk përgjigjen. Edhe në momentin kur ata nuk përgjigjen, ti i shfrytëzon gjitha mundësitë të mundshme. Ti e shet që e ka marrë emailin, e shet që tu ka përgjigjë në telefon, ta nalë telefonin, edhe në fund ata e marrin të drejtën,
me qu në këshill të medjave, ta zo, për shkak se unë e shoh pak problema shumë këshillin e medjave se sa KPM-n, sepse unë e kom pa që KPM-ja nuk i jep gjithmonë të drejtë palëve, të paktën në disa raste që kemi pas, por për shembull më ka ndodhur në 2-3 raste që këshilli i medjave të shkruara u ka jap të drejtë palëve, duke u thirrur në ato që është shkelur në një treve se zgaboj, e drejta për të shprehur. Për të përgjigjur. Për të përgjigjur. Unë jam pjesë e këshillit medjave të shkruar, po e marr drejtën tash me të përgjigj. Po, edhe pse, do të thotë, a di çka ndodh? Unë për shembull na i kemi emisionin e ndërtojmë në 5 storje. Edhe në 5 storje të ndryshme kemi secilën palë. Dhe ato kur dalin portal, pala e merr veç një storje e dërgon. Nuk e dërgon storjen tjetër, në të cilën ti e fakton me detaje. Çdo fakt që e ki jap mundësinë me fol në email, e ki thirr në telefon, e ki xheru, e ka pranu dikush që biznesi është i ti, edhe në fundit ty të vjen mendimi prej këshillit medjave të shkruar që ti e ke shkel të drejtën për palës për të përgjigjur. Tash në çësi raste ti jeni një luftë edhe me kolegët të tu, por edhe me palën që pavarësisht ja ki dhënë gjitha mundësitë.